princi mongol që sfidoi perandorin dhe u bë shpata e Islamit. Në shekullin e 13, kur stuhia mongole kishte përfshirë gjysmën e botës, një emër do të dilte nga hija e pushtimeve për të ndryshuar rrjedhën e historisë. Ai ishte Berke Khan, nipi i madh i Genghis Khan, por njëkohësisht një nga figurat më të pazakonta të trashëgimisë së tij. Ndryshe nga paraardhësit e tij që sundonin me zjarr dhe shpatë, Berke do të bëhej simboli një transformimi të thellë, nga trashëgimtari një perandorie nomade në një mbrojtës të Islamit. Berke Khan lindi rreth fillimit të shekullit të 13, si biri i Josit, djalit të madh të Genghis Khanit. Ai u rit në një botë ku pushtimi ishte ligj dhe besimi ishte i lidhur me traditat shamaniste mongole. Por rruga e tij nuk do të ishte e zakonshme. Gjatë kontakteve të tij me tregtarë dhe dietar musliman në Azinë Qendrore dhe rajonet e Volga River, Berke u njoh me Islamin, një fe që do të ndryshonte jo vetëm jetën e tij, por edhe fatin e një pjese të madhe të perandorisë mongole. Historianët musliman të kohës si Ibn el-Athir dhe Rashid el-Din shkruajnë se konvertimi i Berke Khanit ishte i sinqertë dhe i thellë. Sipas tyre, ai nuk e pranoi Islamin për arsye politike, por si rezultat i bindjes personale. Disa rrëfime tregojnë se ai u ndikua nga një dietar i cili i shpjegoi parimet e fesë islame dhe e frymëzoi të përqafojë besimin. Pas konvertimit, Berke thuhet se deklaroi: "Unë jam për musliman dhe nuk mund të qëndroj indiferent ndaj padrejtësive ndaj muslimanëve." Por si do ta priste këtë ndryshim familja e tij? E vërteta është se Genghis Khan kishte vdekur dekada para se Berke të konvertohej, kështu që ai kurrë nuk e pa këtë akt. Megjithatë, në kulturën mongole të kohës, toleranca fetare ishte relativisht e zakonshme. Prandaj, edhe pse konvertimi i Berke ishte i pazakontë për një princ mongol, ai nuk ishte domosdoshmërisht i papranueshëm në mënyrë absolute. Ajo që e bëri Berke Khanin të famshëm nuk ishte vetëm besimi i tij, por veprimet që pasuan. Në një ktesë dramatike të historisë, ai u bë sundimtar i Golden Horde, një nga shtetet më të fuqishme të trashëgimisë mongole që shtrihej në territoret e sotme të Rusisë Jugore dhe stepave euroaziatike. Kryeqyteti i tij ndodhej pranë Volga River, një qendër e rëndësishme tregtare dhe kulturore. Por Berke nuk ishte një sundimtar i zakonshëm mongol. Kur Hulagu Khan, kushuriri i tij, pushtoi Bagdadin në vitin 1258 dhe shkatroi Siege of Bagdad 1258, duke vrarë mijëra musliman dhe duke rrëzuar kalifatin abasit, Berke u trondit thellë. Ai e pa këtë si një krim të madh kundër Islamit. Sipas kronikanëve islam, Berke u betua për akmarrje, dhe kështu ndodhi diçka e paimagjinueshme. Për herë të parë në histori, mongolët luftuan kundër mongolëve në emër të fesë. Berke Khan hyri në luftë kundër Hulagut, duke formuar një aleancë me Baybars, sultanin e Egjiptit Mamluk. Konflikti i tyre, i njohur si lufta midis Berke dhe Hulagu, shënoi fillimin e përçarjes së madhe brenda perandorisë mongole. Në jetën personale, Berke besohet se kishte familje të pasardhës, siç ishte e zakonshme për sundimtarët mongol. Edhe pse burimet nuk japin shumë detaje për gratë e tij, dihet se pasardhësit e tij vazhduan të sundonin në Hordinë e Artë dhe shumë prej tyre ishin musliman, duke forcuar përhapjen e Islamit në rajon. Sot, është e vështirë të identifikojnë pasardhës të drejtë për drejtë të Berke Khanit me saktësi, por shumë popull turko-mongol në rajonet e Rusisë, Kazakistanit dhe Azisë Qendrore konsiderohen pjesërisht si trashëgimtarë të elitave të Hordisë së Artë. Në një kuptim më të gjerë historik, ndikimi i tij i jeton në përhapjen e Islamit në këto territore. Fundi i jetës së Berke Khanit mbetet disi i mbuluar me mister. Ai vdiq rreth vitit 1266 gjatë një fushate ushtarake në Kaukaz. Vendodhja e saktë e varrit e tij nuk dihet, por besohet se ndodhet diku në stepat pranë Terek River ose në territoret e Dagestanit të sotëm. Berke Khan mbetet një figurë unike në histori, një sundimtar që sfidoi trashëgiminë e tij për hir të besimit, një mongol që ngriti shpatën kundër mongolëve dhe një princ që u bë simboli një epoke të re. Historia e tij është një kujtesë se edhe në kohët më të errta të pushtimeve, zgjedhjet personale mund të ndryshojnë fatin e kombeve.